atë ka dhëmbur, atë ka shqetësuar dhe atë ka krijuar probleme shpeshherë, bullizimi, anatemimi dhe stigmatizimi i vajzave dhe këngëtarëve shqiptare që shkojnë në Dubai. Pra pse është kthyer Dubai në një emër të keq. Në një emër të keq, ndërkohë që është e kundërta në fakt. Do flasim pak për këtë temën. Është shumë e çuditshme. Normalisht unë e di që edhe këtu flasin, të bullizojnë, çfarë nuk bëjnë, sepse ti e di shumë mirë që mua në jetë janë munduar shumë. Unë mundohem të ngritem, njerëzit mundohen, disa më kanë ngritur shumë, disa njerëz janë munduar të më shtyjnë. Por unë di të them që po flas për në Dubai, për në Shqipëri, po flas për në Dubai, më vjen shumë çudi. Mbase kanë mungesë informacioni që është kjo absolutisht po, të gjithë ato që flasin, absolutisht po, të gjithë këto që flasin kanë mungesë informacioni, sepse ndoshta edhe kur nuk kanë shkelur në Dubai, sepse një herë të shkelësh në Dubai, ti do ndryshosh mendim totalisht. Pse do thuash ti? Un kam 4 vite atje, shkoj e vin në Shqipëri edhe në Dubai, kam 4 vite, sytë e mi nuk kanë pa njëherë një gjë që të bëj përshtyp, paskin të drejt njerëzit, jo, absolutisht jo. 4 vite unë kam ndryshuar një mendim. Pra është një vend me rregulla të qarta, me rregull që asnjë një vend të botës nuk e gjej rregullat. Edhe po flasim pikërisht për vendasit arab, që thonë jo po shkojnë vajzat e reja, po shkojnë modelet, jo po shkojnë kjo, absolutisht jo. Ato janë njerëzit më të kulturuar në botë. Nëse ti ulesh në një restorant ose në një kafe, ti shikon një ndryshim, të thua si është e mundur që njerëzit flasin kështu. Ato janë njerëz shumë të kulturuar. Po flasim që aq sa ka pasyrim. Ato s'din të shikojnë një herë në sy, ato s'din të flasin një herë. Ato s'të shikojnë drejt në sy. Ne na vjen mirë që na qartësove këtë element. Jo, kjo është shumë e qartë dhe mua më vjen shumë keq që mundohen ti njollosin vajzat tona. Sepse nuk është këngëtarët që shkojnë në Dubai. Këngëtarët, un kam parë vajza, këngëtare, kam parë shumë vajza që vinë në Dubai kanë frikë të hedhin një post, sepse Dubai ka emrin e keq. Absolutisht jo. Kjo nuk e di pse njerëzit e ngushtojnë shpirtin. Kanë frikë të hedhin një post sepse do më gjykojnë si jemi në Dubai. Unë mendoj që njerëzit do të jetë shpirt i lirë, të bëj atë që do, qofse ti ndjen shpirtin tënd dhe mungesë liri mendimi, mendoj. Të njëjtin mendim me Meritën, mendoj që është një vend që femra vlerësohet me një përkushtim maksimal, është vazhdimisht femra shumë të trajtuara dhe shumë të bukura dhe fizikisht shumë të mbajtura, përveçse se është një vend shumë i sigurt dhe shumë i qetë. Dhe Merita e di më së miri këtë fakt, duke qenë se ka provuar të jetoj për një kohë më të gjatë. Na mjafton informacioni që na dhe, për gjithë ata që nuk kanë info të plot, le ta vizitojnë ata që kanë mundësi ekonomike. Patjetër. Edhe kjo situata tani që thonë është bërë situata shumë e vështirë, edhe mendoj që për këtë pjesë. Edhe për këtë pjesë lufta ende s'ka mbaruar. Ndoshta mes dy vendeve Amerikë dhe Iran, për aq sa kam informacion, mund të ketë paqe në një moment të caktuar, por çfarë ka ndodhur atje? Janë larguar njerëzit, a kanë pasur frikë? Po, për aq sa kam informacion, për aq sa kam parë unë, domethënë, edhe kjo, si gjithë këto shpiket. A dëmtoja ekonominë shumë? Ekonominë normalisht njerëz janë larguar, të them realitetin, njerëzit janë larguar, sepse në momentet e para të gjithë morëm një gjë spontane që s'kishte lidhje me Dubai, po duke parë çdo ditë që po ndodhin gjëra të vogla, jo gjëra të mëdha, si e egzagjerojnë këto, nuk është asgjë e vërtetë. Çfarë shikojmë në portale asgjë s'është e vërtetë, sepse un kam parë që i kanë hedhur atë Burj Khalifa në ajër, s'ka shanse. Nuk s'ka mundësi, domethënë, këto janë gjithë videot e sajuara. Pra mos besoni çfarë shihni në rrjetet sociale. Aty është vendi më i sigurt në botë.